rubrikën Shëndeti në kuzhinë, unë jam Olta Qose, mirëseri erdhe, lam që do takohemi përsëri dhe në fakt kemi zgjedhur një element që ne si shqiptar nuk e konceptojmë dot pa, kripën. Është vërtet. Dhe nëse dikur thuaj që duhet të kufizojmë sheqerin, tashmë i është bashkangjitur edhe kripa. Të dy, sheqeri dhe kripa, po shihen po aq të rrezikshëm për organizmin. Po thuhet 5 gram në ditë, po a e te i kalojmë ne dhe a kemi ne elementet tjerë që kemi krip dhe ne nuk e dim që ka në krip? Po, tani 5 gram është sipas OBSH-s, por le të themi ne e te i kalojmë me 2 deri në 3 fish. Kemi shumë produkte të kripura në kuzhinën tonë. Kemi turshit, kemi bukën që e theti. Veçanërisht i do ndalesh te buka pak më vonë. Po. Kemi salamrat, pra gjithë mishrat e përpunuar, kemi ullin që nuk mund të rrinë, pra domethënë edhe sa do të shplash, por prap ato kanë goxha për mbajtje kripe. Djathin, domethënë gjellës. Të gjitha këto që ti përmende, ne jemi, apo simi dhe në dimër tani turshit, ullin, djathin, i kemi bashkëshoqërues të tavolinës sonë. Po, për bukën unë nuk e dija që kemi marrim më shumë krip se sa mendojmë nga buka dhe mund të padashur të bëjmë atë panik dhe alarma. Mund të themi pse dhe të cilat lloje buke mund të kemi më shumë krip që dhe të rrimë edhe të jemi më të ndërgjegjshëm. Buka dhe në veçanti kripa nuk ka rregullore të veçanta në nivel europian dhe nesi, pra nuk ka ligje të veçanta, të cilat të thonë që kaq krip duhet të ketë ky ushqim. Pra nëse për pesticidet, pra ligji europian ku ne bazohemi në Shqipëri, përfshin thjesht indikacione që sa më pak krip aq më mirë dhe ti përmbajmë 5 gramshit të OBSH-s. Por nuk është se i përcakton bizneset që ti në bukë duhet të hedhësh kaq krip. Pra sipas furrës së bukës, sipas biznesit, as nuk ka nevojë ti kontrollosh se po themi ligji kështu thot. Prandaj ne kalojmë nga 0.3 gram, mund të shkojë deri në disa bukë edhe në 2 gram krip për 100 gram bukë. Mendoj pak, në qoftë se një bukë mesatare përmban 1.1, 1.2 gram krip. Mendoj që ti 5 gram duhet ta kesh totalin tënd ditor, përfshirë me gjithë gjërat që ne flasim, me gjellën, me djathin, me gjizën, me çfarëdo lloj gjëje që ne flasim, duke përfshirë dhe kripën natyrale, pra natrumin dhe klorin që përmbajnë vetë perimet apo mishi edhe pa krip të shtuar, mishi, peshku, pra përmbajnë dhe vetë ato, i përmbajnë këto minerale. Pra ato përmbajnë në vetë krip dhe ne ushtojmë gjithmonë. Patjetër, përmbajnë, jo në sasinë që neve na duhet, pra nuk përmbushin 5 gramshin, por ama gjithsesi përmbajnë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që për shembull kjo buka që është një kulaç me sot. Në përgjithësi kjo unë nuk di të them sa gram ka, por për shijet e mia është shumë e kripur dhe unë nuk e konsumoj dot. Kalojmë te buka. Nuk e konsumon se nuk të pëlqen apo i ke vënë rregulla vetes që do të ulësh nivelin e kripës? Unë duhet ta ul dhe të gjithë duhet ta ulim nivelin e kripës dhe mundohem të qëndroj në limite nuk e mas dot fatkeqësisht, po sa më pak aq më mirë. Dhe jam shumë e sigurt që jam më pak se 5 gramshi. Kemi bukën me ullinj, që gjithashtu kjo ka kripën e ullinjve dhe pak krip të shtuar, okay? E kështu që do të thënë, mendoj pak sa konsumojmë, 200 gram bukë në ditë, na shkoj diku te 2.3 gram vetëm nga buka, që ne nuk e dim. Po buka normale, të themi integrale, në përgjithësi buka masive, në kudo që e kam bler, në shijet e mia nuk më është dukur e kripur. Dhe konsumatorët, sepse më shumë ajo konsumon. Po, edhe konsumatorët mund ta ndjejnë vetë. Nëse më lejon një sugjerim për konsumatorët, sidomos për ata që kanë patologji të veçanta, ku mjeku i ka thënë që të reduktoj kripën, realisht ta reduktoj. Në momentin që ata realisht e zerojnë, përdorin gjellën pa krip fare, se tani në faktur unë dua të ndalem, sepse duke qenë se ti vetë, duke qenë se je dhe biologe nutricioniste, dhe ke vendosur ta kufizosh kripën, mbase është mirë që të na sugjerosh edhe ne si bëhet kjo, sepse ne jemi popull që e pëlqejmë kripën. E para doja të thosha, a zgjidhim mirë kur zgjedhim krip Himalaya apo të gjitha kriprat
janë njësoj. Në bazë të jo, sepse nuk janë trendi njësoj. është pak të kripa e Himalajës vitet e fundit. Jo, nuk janë njësoj. Kripa e Himalajës ka më shumë mikronutrientë të tjerë përveç natriumit dhe të klorit. Po domethënë ato mikronutrientët e tjerë që mund të jenë hekuri apo bakri apo shumë të tjerë, ne domethënë nuk na plotsojnë dot. Nuk na plotson dot kripa neve nivelet tona për hekur. Duhet ha më shumë krip sa do vdisnim. Kështu që le të themi baza është po prap NaCl-ja që e ka dhe kripa e zakonshme. Por nga ana tjetër nuk është e jodizuar, gjë që dëmton një pjesë të popullatës. Për shembull në momentin që është një grua shtatzan dhe për këdo, jodi është shumë i rëndësishëm në, le të themi, në hormonet e tiroides dhe shumë i rëndësishëm në shumë procese metabolike në trup. Kështu që nuk është ide e mirë që të zvendësojmë pa u konsultuar me një mjek. Pra, po, ka raste kur ne na bën mirë kripa e Himalajës apo kripa e zeze pa përpunuar, po këtu duhet ta konsultojmë pra me mjekun. Pra dhe për të zgjedhur kripën nuk mund ta zgjedhim dot nisur nga trendet e momentit. Jo, do ta zgjedhim absolutisht. patjetër sipas problematikave Po, që ne kemi. Nëse mjeku Kam na sugjeron. dëgjuar që edhe kripa nuk duhet të eliminohet fare, sepse ne kemi nevojë për ato kriprat, pra nuk duhet të shkojmë edhe në nxerrim fare të kripës, apo jo? Patjetër. Unë them që nuk konsumoj krip të shtuar në gjell, për arsye se unë mund ta konsumoj gjellën pa krip fare, se unë e di që do konsumoj pak bukë, do konsumoj pak ullin, do konsumoj pak djath, pra në këtë mënyrë unë plotsoj nevojat e mia ditore, më kupton? Por po është e vërtet që vetëm me perime neve edhe me ushqime natyrale është e vështirë, sepse do të konsumojmë sasi shumë të mëdha perime që ne të plotsojmë nevojën për natrium, pastaj klorin e gjejmë vetëm në produktet e mishit e të peshkut, kështu që është pak më e vështirë, prandaj po është e vërtet që neve nuk jetojmë dot pa natrium dhe pa klorin. Sidomos në stilën e verës, se tani jemi në dimër, rekomandohej madje që edhe duhej shtuar pak për personat që kishin që kanë probleme. Mungesë dhe probleme. Në qoftë se kanë marrëmendje, në qoftë se kanë probleme, tensionin e në qoftë se bëjnë aktivitet fizik, duhet patjetër sepse me djersën ikin edhe patjetër, por patjetër edhe ajo qëndron brenda normave. Kështu që ne nuk duhet ta tejkalojmë sepse pastaj pasojat janë të shumta. Mirë, këto janë disa zgjidhje të zgjuara që të dimë të zgjedhim çfarë lloj buke konsumojmë në varësi të problematikave që kemi. Të dimë sa i shtojmë apo nuk i shtojmë gjellës, duke ditur që si shtesë mund të kemi dhe pak ullinj apo djath, ne mund t'i kemi marrë ato. Duhet të kemi parasysh 5 gramsh. 5 gramsh në ditë dhe të bëhemi të zgjuar. Po, nëse mjeku pastaj na thotë reduktoje më pak, pra për një patologji të caktuar, që mund të jetë hipertension apo mund të jetë probleme me veshka, çfarë do lloj patologjie, atëherë duhet të mundohemi ta ulim më tej. Megjithatë më më pyet si mund ta reduktojmë. Po mund ta reduktojmë, realisht është më e thjeshtë se duket. Erzat janë një do ta shtoja. Realisht i përhershëm. Që rrisin shijen, dhe na bëjnë të zgjuarojmë. Edhe shijen edhe vlerat, patjetër. Po, edhe vlerat. Sipas neve në kuzhinën tonë i përdorim erzat. Dhe kështu që sipas gatimit neve dim shumë mirë t'i kombinojmë pak me rozmarinën kur kemi mishin me patate, origonin dhe vlerat e tij antibakteriale, thesar të natyrës. Kështu që edhe na ndihmojnë dhe neve me një sasi shumë të vogël kripe, më besoj që do duket gjella shumë e shijshme dhe me kalimin e kohës, nëse neve bëjmë këtë testin të vetja, që ne ta ham gjellën me sa më pak krip ose pa krip fare, ajo është një test i bukur për të kuptuar pastaj realisht shijen. Domethënë dhe jemi vetë neve që do themi jo, po shiko se kjo buka që ka shumë e kripur. Aty dorim të dallojmë pak që ka më shumë krip. Mirë, unë të falenderoj shumë, të pres përsëri, e kemi lënë bisedën tjetër do flasim për një, të themi një trend të momentit, po mos ta zbulojmë. Për kripën, mundohuni ta reduktoni në bazë të nevojave tuaja, zgjidhni kripën që bën për ju, jo atë që është trend i momentit dhe kujdes edhe me bukën, sepse përveç karbohidrateve dhe sheqernave mund të ketë edhe sasi të shtuar kripe dhe të falenderoj shumë që ishe këtu. Të pres përsëri. Faleminderit juve. Kjo ishte Klinika 24 edhe për këtë të shtunë, së bashku shihemi javën e ardhshme.